Prokuroria shpall padin për Artan Grupin, për Barim Bajramin e personat të tjerë për rastin e llotarisë shtetërore. MPV njoftoi se po identifikohen persona dhe profile që shpërndan dezinformata për ujin. Shënohet 25 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, cilësohet mekanizëm i gjallë i rendit kushtetues. Kolonët izraelit mbajnë të rrethuar 3 familje palestineze, duan t'u marrin shtëpitë. Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Pas 2 vjet hetimesh, sot Prokuroria Themelore Publike ka shpallur aktakuzën për llotarinë shtetërore, për të cilën akuzohen për Bajrim Bajrami, Artan Grupi dhe 6 persona të tjerë. Ata dyshohet ta kenë dëmtuar buxhetin e shtetit 8.25 milion euro. Prokuroria kërkon paraburgim për Bajramin, i cili prej gati një viti është në Arati dhe i parritshëm për organet e ndjekjes, ndërsa për Grupin kërkohet vazhdimi masës së arrestit shtëpiak. Prokuroria Themelore Publike formoi aktakuzë për keqpërdorime në llotarinë shtetërore, për të cilën akuzohen për Barim Bajrami, Artan Grupi dhe 6 persona të tjerë. Prokuroria kërkon paraburgim për Bajramin dhe vazhdimin e paraburgimit për Grupin. Ata dyshohet ta kenë dëmtuar buxhetin e shtetit 8.25 milion euro. Atyre u rëndon akuza shpërdorimi pozitës dhe autorizimit zyrtar. Të akuzuarit, sipas njoftimit të prokurorisë, gjatë vitit 2023 dhe 2024 në mënyrë të përbashkët kanë ndërmarrë veprime me të cilat kanë tejkaluar kufijtë e autorizimeve dhe detyrave të tyre të veçanta, me qëllim që t'i shkaktojnë dëm shoqërisë aksionare për organizimin e lojrave të fatit llotarisë shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. I akuzuari i parë, kryetari i bordit drejtues të llotarisë shtetërore, më 9 maj 2023 i dorëzoi informacion të akuzuarit të tretë, sekretarit të përgjithshëm të Qeverisë së Republikës mbi nevojën për të ndërmarrë aktivitete për organizimin e pavarur të lojrave elektronike të fatit. Sekretari i përgjithshëm e propozoi këtë informacion më 6 qershor 2023 si shtesë në një pikë në rendin e ditës të një seance qeveritare. I akuzuari i dytë, i cili kishte ndikim real në menaxhimin e SHA llotarisë shtetërore, e kryesoi seancën qeveritare dhe propozoi që pika ndryshuar e rendit të ditës të miratohej. Ndërsa specifikuan edhe për veprimet e 5 të akuzuarve të tjerë. Të akuzuarit e tjerë, kryetari dhe antarët e bordit mbikëqyrës, megjithse e dinin se procedura ligjore nuk ishte ndjekur, morën vendim duke miratuar fillimin e procedurës për prokurimin publik të terminaleve të videollotarisë për organizimin e lojrave elektronike të fatit, si një marrëveshje e madhe. Prokurimi publik u zbatua dhe u morën përsipër detyrimet e pagesës. Prokuroria kërkon paraburgim për të akuzuarin e parë për Barim Bajramin, i cili prej gati një viti është në Arati dhe i paarritshëm për organet e ndjekjes. Për të akuzuarin e dytë, Artan Grupin, kërkohet vazhdimi i masës së arrestit shtëpiak, ndërsa për 6 të tjerët janë propozuar masa kujdesi. Ka reaguar BDI, e cila thekson se pas 2 vitesh hetim, opinioni meriton të di mbi cilat prova dhe argumente konkrete mbështetet një akuzë të tillë. Ne respektojmë pavarësinë e institucioneve të drejtësisë, por njëkohësisht kërkojmë drejtësi të barabartë dhe jo selektive. Vendimet kolektive nuk mund të shndrohen në instrument për përgjegjësi selektive dhe për ndjekje politike individuale, thekson partia. BDI kërkon gjithashtu mbikëqyrje ndërkombëtare të hapur dhe transparente të këtij rasti. Ministria e Punëve të Brendshme po vazhdon të thras për bisede informative persona nga profilet e të cileve është bërë thirrje që të mos pihej uji në Shkup për shkak të pretendimit për praninë e një bakterie. Pretendimi u demantua pas ditën e djeshme nga kryetari i Shkupit Orse Gjorgjevski në Ujësjellësi dhe Kanalizimi dhe Ministria e Shëndetësisë. Po identifikohen profilet e personave dhe ata po thirren për bisedë informative. Pas përfundimit të veprimeve hetimore, do ta informojmë në mënyrë përkatëse opinionin, than nga MPB-ja.
Gjatë ditës së djeshme, informacionet e rreme për praninë e bakterieve në ujësjellësin e Shkupit u përhapën përmes rrjeteve sociale dhe për një kohë të shkurtër shkaktuan frikë dhe panik tek qytetarët. Në qeveri sot është organizuar seancë solemne për 25 vjetorin e marrëveshjes Kornis të Ohrit. Zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se marrëveshja Kornis nuk duhet të shihet vetëm si një dokument historik, por si një mekanizëm i gjallë i rendet kushtetues dhe si orientim politik për institucionet e vendit. Edhe zëvendës kryeministri tjetër Aleksandar Nikolovski shpreh se marrëveshja Kornis e Ohrit është një dokument historik i cili ka lënë gjurmë në zhvillimin e shtetit. Marrëveshja Kornis e Ohrit është një moment për të rikujtuar të kaluarën, por edhe për të reflektuar mbi përgjegjësinë e institucioneve për të ardhmen e vendit. Kështu u tha në seancën solemne të qeverisë të organizuar për 25 vjetorin e marrëveshjes Kornis të Ohrit. Seancën e udhëhoqi zëvendës kryeministri Bekim Sali, i cili duke folur për rëndësinë e mbajtjes gjallë të kësaj marrëveshje, theksoi se në këtë drejtim kanë punuar duke bërë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Prandaj, marrëveshja e Ohrit nuk duhet parë si një dokument i mbyllur dhe i përfunduar, por si një mekanizëm i gjallë i rendit ton kushtetues dhe një orientim politik për çdo institucion të shtetit. Rrjedhimisht, përgjegjësia jonë është të zbatojmë dispozitat e saj dhe të përmbahemi frymës së saj. Ashtu siç po bëjmë edhe ne si qeveri, së fundmi duke ia propozuar Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut një dispozitë të rëndësishme të kësaj marrëveshjeje, siç është ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski shpreh se marrëveshja Kornis e Ohrit është një dokument historik i cili ka lënë gjurmë në zhvillimin e shtetit, ndërsa kritikoi partitë që kanë qeverisur dekada pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, të cilat, siç thotë, kanë keq përdorur për interesa personale. Kishte struktura dhe parti politike, të cilat për fat nuk janë më pjesë e kësaj qeverie, të cilat e kanë keqpërdorur marrëveshjen për interesat e tyre personale, tentuan të krijonin përçarje, të nxisnin nacionalizëm të rrem, tensione etnike dhe kështu të sundonin vendin. Mund të pranojmë se ja dolën ta bënin këtë për një kohë të gjatë dhe tani për tani le të shohim në këto 2 vjet se në thelbe shumica e gjërave lidheshin me interesa personale dhe familjare. Në seancë morën pjesë pothuajse gjysma e kabinetit qeveritar. 2 kampet politike shqiptare kanë shkëmbyer akuza në 25 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit. BDI thekson se pikërisht në 25 vjetorin e saj, në vend që këto parime të konsolidohen më tej, po ndodh një proces shqetësues i zbehjes së tyre. Në anën tjetër, Vlena akuzon BDI-n se marrëveshjen e Ohrit e ka përdorur për interesa personale dhe politike. As 25 vjetori i marrëveshjes së Ohrit nuk kaloi pa përplasje politike mes BDI-së dhe Vlenit. Partia opozitare vlerëson se pikërisht në 25 vjetorin e saj, në vend që këto parime të konsolidohen më tej, po përballën me një proces shqetësues të zhbërjes së tyre njëra pas tjetrës. Pikërisht në 25 vjetorin e saj, në vend që këto parime të konsolidohen më tej, po përballemi me një proces shqetësues të zhbërjes së tyre, njëra pas tjetrës. Në njërën anë, gjykata kushtetuese është shndëruar gjithnjë e më shumë në një institucion parapolitik, përmes vendimeve të saj jo kushtetuese, por rënon shtylla të rëndësishme të rendit të krijuar pas vitit 2001. Në anën tjetër, ajo që ende nuk është shfuqizuar dhe vazhdon të jetë në fuqi, shpërfillet ose nuk zbatohet nga institucionet. Nga ana tjetër, Vleni ka reaguar ashpër ndaj BDI-s, duke akuzuar se marrëveshjen e Ohrit e ka përdorur për interesa personale dhe politike. Në reagimin e tij, Vleni thotë se marrëveshja nuk është pronë private e BDI-s, por rezultati i sakrificës së një gjenerate të tërë. Ajo që nisi si akt i ndërgjegjes kombëtare, BDI-ja e zhbëri, duke e kthyer në bankomat për pasurim personal. Aq e gjatë është lista e të korruptuarve të BDI-s që e përdorën marrëveshjen e Ohrit për t'i mbushur xhepat, saqë edhe partneri ynë strategjik foli publikisht për korrupsion endemik dhe u avuri vulën e korrupsionit pikërisht këtyre që sot rrahin gjoksin për shqiptari. Sado e dhimbshme të jetë, kjo është trashëgimia e pushtetit të tyre. Marrëveshja e Ohrit, sipas partisë Vlen, u përket shqiptarëve dhe se, siç e theksojnë ata, nuk është pronë private as trashëgimi familjare e kulturfagëve të BDI-s.
Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski njoftoi se ndërtimi i autostradës Shkup-Llaz do të fillojë në ditët në vijim. Sot vendi po ndërtohet përmes investimeve në infrastrukturë, kujdes shëndetësor dhe arsim. Po ndërtojmë infrastrukturë moderne. Brenda pak ditash do të fillojmë ndërtimin e autostradës Shkup-Llaz, Tetov-Gostivar dhe Gostivar-Bukojqan. Po ndërtojnë intensivisht. Gjatë shtatorit do të fillojmë edhe Bukojqan-Kërçov, deklaroi Nikolovski. Ai shtoi se preqen në bashkëpunim me Bashkimin Evropian të fillojë ndërtimi i fazës së parë hekurudhore Shkup-Jegunovc, Tetov-Gostivar, fazës së dytë Gostivar-Kërçov dhe fazës së tretë Kërçov-Ohër-Strug vitin e ardhshëm. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka njoftuar se janë regjistruar 52 zjarre në zona të hapura, prej të cilave 46 u shuan gjatë ditës. 6 zjarre mbetën aktive sot, ndërkohë që u shfaqen edhe zjarre të tjera. 10 zjarre në të gjithë vendin, njëri nga më të rëndët është pranë Prilepit përgjatë rrugës për në Manaster. Kështu thot drejtori i Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Stojançe Angelov, nga ku dhe vlerëson se dje ishte dita më e vështirë që nga fillimi i sezonit të zjarreve, me të paktën 52 zjarre të regjistruara në zona të hapura. Ai theksoi se 46 zjarre u shuan gjatë ditës, ndërsa 6 mbetën aktiv sot. Ndërkohë thot se sot po ashtu u shfaqen edhe zjarre të reja. Një nga zjarret më të rënda është e pranë Prilepit, përgjatë rrugës për në Manastir, edhe pse zjarri po përhapet në një zonë të shesht, era e fortë e bëri të vështirë ndërhyrjen. Zjarri është vënë në kontroll të pjesshëm dhe një hambar që përbante një sasi të caktuar duhani është e djegur në të. Zjarri pranë Studeniçanit në zonën e Ramni Gaber vazhdon të paraqesë një sfidë të madhe. Traktor ajror dhe ekipe speciale të shërbimit shtetëror të zjarfiksve po marrin pjesë përsëri në shuarin e tij. Ai tha se ky është një terren jashtëzakonisht i paarritshëm, prandaj ndërhyrja është e vështirë, ndërsa thot se për momentin zjarri nuk përbën kërcënim për fshatrat përreth. Ai informoi po ashtu se zjarri pranë Dragovdol, Makedonski Brod është gjithashtu aktiv, ku po digjet terren shkëmbor dhe në vende të caktuara zjarri madje po depërton në pyll. 25 zjarfikës vullnetar dhe 5 operativ janë të angazhuar në shuarjen e tij. Ekipet arritën të veprojnë në një pjesë të madhe të njërës prej degëve të zjarrit, ndërkaq zjarre ka edhe në Bosilov, në zonën Staro-Bladovci dhe mëtej pranë Novacit, Krivopalanechko dhe Mogila. Angelov u bëri thirrje qytetarëve të jenë veçanërisht të kujdesshëm dhe të mos shkaktojnë zjarre. Betejja e përditshme me 10 zjarre është e vështirë. Një shkëndij është e mjaftueshme që të ndodhë një katastrofë vërtet, tha Angelov. Maqedonia e Veriut është ngjitur për 29 pozita në indeksin global të sigurisë kibernetike. Vendi ka arritur në vendin e 30 mes 155 shteteve me një rezultat prej 84.17 pikësh nga gjithsej 100. Ministri i Transformimit Digjital dhe Stefan Andonovski ka theksuar se gjatë periudhës së fundit kanë vendosur përgjegjësi më të qarta institucionale. Ministria për Transformim Digjital ka njoftuar se Maqedonia e Veriut ka shënuar përparim të konsiderueshëm në indeksin global të sigurisë kibernetike, duke u ngjitur për 29 pozita dhe duke arritur në vendin e 30 mes 155 shteteve dhe territoreve të renditura, me një rezultat prej 84 presje 17 pikësh nga gjithsej 100. Vendi renditet ndër shtetet me nivel të lartë të gatishmërisë për parandalimin e kërcënimeve kibernetike dhe menaxhimin e incidenteve. Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, ka theksuar se gjatë periudhës së fundit kanë vendosur përgjegjësi më të qarta institucionale. Gjatë periudhës së fundit kemi vendosur përgjegjësi më të qarta institucionale, një kuadër ligjor bashkëkohor dhe mekanizma më të fuqishëm për mbrojtjen e infrastrukturës kritike dhe reagimin ndaj incidenteve kibernetike. Ky rezultat nuk është qëllimi përfundimtar, por një detyrim për të vazhduar edhe më intensivisht ndërtimin e qëndrueshmërisë kibernetike të shtetit. Kuadri i ri ligjor përcakton kompetencat e Ministrisë për Transformim Digjital në fushën e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit, vendos detyrime për menaxhimin e rreziqeve kibernetike dhe raportimin e incidenteve, si dhe forcon mbrojtjen e subjekteve thelbësore dhe të rëndësishme. Kompetencat e Ministrisë për Transformim Digjital në fushën e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit vendos detyrime për menaxhimin e rreziqeve kibernetike dhe raportimin e incidenteve, si dhe forcon mbrojtjen e subjekteve thelbësore dhe të rëndësishme.
Ish presidenti i Federatës së Futbollit të Maqedonisë Ilço Gjorgjioski lirohet nga paraburgimi pasi gjykata vendosi t'i hiqet paraburgimi dhe t'i saktoj lirimin me kusht në kombinim me masat paraprake. Informacioni u konfirmua nga gjykata themelore penale në Shkup, ku informuan se paraburgimi i Gjorgjioskit është hequr dhe është saktuar lirim me kusht me masa paraprake. Gjorgjioski depozitoi garanci bankare në shumë prej 500.000 eurosh. Gjykata penale informoi gjithashtu se prokuroria dha mendim pozitiv për pranimin e lirimit me kusht dhe heqjen e paraburgimit. Dhuna e kolonëve izraelit ndaj palestinezëve po vazhdon. Ata kanë rrethuar 3 familje palestineze brenda shtëpive të tyre në bregun perëndimor të pushtuar, duke ndërprer ujin dhe energjinë elektrike. Palestinezët thonë se kolonët po synojnë t'u marrin shtëpitë. Kolonët izraelit kanë rrethuar 3 familje palestineze brenda shtëpive të tyre në bregun perëndimor të pushtuar, duke ndërprer ujin dhe energjinë elektrike në një fushat që banorët e përshkruan si një përpjekje për të vjedhur tokën e tyre. Banorët e bllokuar thanë se ushtarët izraelit nuk kishin arritur t'i shpërndanin kolonët pavarësisht ndërhyrjes më herët gjatë ditës. Aisha Aburida, një nga banorët në rrethim, i tha televizionit Al Jazeera se rrethimi filloi të dielën me kolonët që bllokuan të gjitha hyrjet në shtëpinë e saj. Ne jemi të rrethuar nga kolonët, por jemi të palëkundur, me vullnetin e Zotit. Ne nuk do të largohemi nga shtëpia jon, pavarësisht se çfarë ndodh, pavarësisht se uji dhe energjia elektrike janë ndërprer, ne do të mbetemi të palëkundur, tha ajo. Kusra ndodhet në zonën B të bregut perëndimor të pushtuar, formalisht nën administratën civile palestineze. Fshati është përballur me një sër sulmesh të kohëve të fundit, përfshir djegjen e një xhamie të sapo ndërtuar muajin e kaluar. Në fshatin Fqinj, Xhalut, një rrethim i ngjajshëm dyjavor në korrik detyroi 2 familje palestineze të largoheshin nga toka e tyre përpara se kolonët të merrnin pronën. Dhuna me konfiskimet e tokës në bregun perëndimor të pushtuar janë intensifikuar gjatë muajve të fundit, me kolonët hebrejnë të inkurajuar nga qeveria e krahut të djathtë e kryeministrit Benjamin Netanyahu, e cila ka mbikëqyrur një zgjerim të shpejtë të ndërtimit të vendbanimeve të paligjshme hebrejnë në territoret palestineze. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.